Prokurori Adnan Xholi, duke folur para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, garantoi se presionet nga grupet kriminale dhe segmentet politike nuk ndikojnë në vendimarrjen e SPAK-ut. Presione ka patur ka vazhdimisht për gjithë secilin dhe çdo magjistrat nuk ka gjë personale me askënd. Thjesht zbaton ligjin, kushtetutën, është i ngarkuar për të qenë në atë pozicion pune, nuk ndikohemi nga askush, por thjesht na bën më të fortë. Pavarësisht se strukturat caktuara, grupe kriminale apo pjesë e segmentet caktuara politike mund të detyrohen apo të duket sikur ushtrojnë presion, e kanë pamundur që t'i arrijnë qëllimin. E njëjta gjë është si për pjesën politike, ashtu edhe për grupet kriminale. Nuk mundet do që të depërtojnë apo të ndikojnë në vendimarrjet e prokurorëve të prokurorisë posaçme. Ndërkaq ai u prek kur u pyet mbi ndikimin personal dhe tek familja gjatë përballjes me krimin e organizuar. Ka ndryshuar cilësia e jetës. Unë dhe familja nuk jemi më të parët. I pyetur nga anëtarët e KLP se si do të sillej ai nëse në zyrë do t'i shkonte dikush me një pozitë të lartë që do i kërkonte zgjidhje për çështjen e tij, Xholi ju përgjigj. Unë e vlerësoj pozitën që keni, por para ligjit e kushtetutës keni asnjë lloj pozicioni dhe do respektoni si gjithë tjerët. Do respektoj si femër, do sa i bismi në i kafëm në gjë, po zgjidhja do jetë ligjore. Do me thënë fare. S'ka, sepse shumicëve u pëlqen kafeja në SPAK dhe me vërtet e bëjmë të mirë kafe në SPAK, por patjetër me këto do ju respektoj. Unë në fakt nuk e pi kafen fare. Aq më mirë. Ai vlerësoi gjithashtu punën e drejtuesve të mëparshëm të SPAK, sidomos Altin Dumanin, për përkushtimin dhe eksperiencën në hetime. Unë e vlerësoj punën e të dy drejtuesve pararendës, dhe zotit Kraja dhe zotit Dumani. Secili prej tyre ka aftësi të veçanta që si ka tjetri. Zoti Kraja ka pasur eksperiencën më të gjatë në funksion, por u gjen në një periudhë të krijimit të institucionit dhe kishte vështirësi deri në plotësimin e stafit, ndërsa zoti Dumani vijoi në periudhë tjetër që kishte stafin e plotësuar, stafi konsoliduar, ndihmat përkatëse, bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë që ka qenë kohë reale, dhe secili prej tyre unë patjetër që do kërkoj që të marr nga të dy këto drejtues, pra ato cilësi të mira të cilat i kanë pasur dhe dua që t'i përçoj dhe më tutje. Te zoti Kraja do vlerësoj pjekurinë dhe eksperiencën disa vjeçare që ka patur në hetim dhe sidomos eksperiencën që ka patur në provërinë e përgjithshme. Te zoti Dumani do vlerësoj përkushtimin dhe rolin e tij luftarak në hetim, që nuk tërhiqet përballë asnjë lloj presioni. Në përmbyllje theksoi se periudha 3 mujore për zgjedhjen e kryeautorit të SPAK ishte e papranueshme. Sepse do duhet që të mbyllet sa më shpejt, ishte një periudhë 3 mujore e papranueshme që u kthyem si në legjenda se çfarë do ndodh, çfarë do bëhet, brenda nesh do zgjidhet. Ajo strukturë drejtohet dhe pa drejtues. Nuk ka rëndësi se prokurorët janë pavarur. Programi i tij përfshin rritjen e numrit të prokurorëve në SPAK dhe ndryshime në kompetencën lëndore për të përmirësuar cilësinë e hetimeve, si dhe për të shmangur vonesat.